Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dersi 50 me radhë, këtu përpara që flasim rreth 40 haditheve të Imam Neveviut alayhi salam. Dhe kena do më jemi në hadithën e 19. Jemi në hadithën e 19 me radhë që hadith që ka sjell Imam Tirmidhiu dhe disa të tjerë, dhe hadithi vjen për Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Hadith për cilin pejgamberi alayhis salam ju dhëjtu Ibn Abbasit dhe i tha: "O çon, hajde ti mësoj disa fjalë." Cilat janë ato? Ja drejtoi tha: "Ruja Allahun që Allahu pastaj të ruan ty." Tha: "Ruja Allahun, atë pastaj ke me gjetë ato ku ki nevojë. Kur të kërkosh, kërko prej Allahut. Kur kërkosh ndihmë prej dikujt, kërko prej Allahut. Edhe dije se nëse umetet kerejt bashkohen për ta bënë një të mirë, nëse Zoti s'ta ka shënuar atë mirë, aja nuk të vjen. Dhe nëse kerejt umetet njerëzit të bërë me ta bënë një të keqe, nëse atë të keqe Zoti s'ta ka shënuar, aja s'të godet. Janë ngritur lapsat dhe janë thaf letat." Ndërsa versioni tjetër që e sjellë gjithashtu Imam Tirmidhiu ishte kur i tha: "Ruja Allahun, atë do ta gjesh pranë teje." Pastaj, nëse ti e run Allahun, atë do ta gjesh pranë teje. Njihe Allahun kur je në rahati, ai pastaj të njeh ty dhe të gjendet kur ti je në vështirësi. Edhe dije se çka të ka goditur, çka s'ka mujt me të goditur, ose çka nuk të ka goditur, nuk ka pas mundësi ajo me të godit, dhe çka të ka goditur, s'ka pas mundësi me të largu ajo ty. Edhe dije i tha se ndihma vjen me durim. Edhe dije tha se pas mundimit vjen edhe lehtësimi, edhe pas vështirësisë vjen lehtësimi. Kjo është hadithi për të cilën e folëm disa fjalë ose pak fjalë herën e kaluar, ndërsa në herën e kaluar më shumë i folëm disa fjalë rreth transmetuesit të hadithit. Ai ishte Ibn Abbasi. E tregum si Ibn Abbasi ishte një prej dietarëve të mëdhaj të këtij umeti. Ishte gjenerata e parë. Ishte për gjenerat për cilën pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Khairun nasi qarni." Njerëzit më të mirë janë gjenerata ime. Ibn Abbasi, ky transmetuesi i hadith, është prej kësaj gjenerate. Është sahabi që i kanë thonë deti, ndije. I kanë thonë hibr, i kanë thonë njeriu që është hoxhve. Prej më të mëdhajve, njeri për cilin pejgamberi ka bërë dua që Allahu mi sjell, mi ia dhon dijen, mi ia dhon urtësinë. Ky pra është Ibn Abbasi radhiyallahu anhu. I përmendëm disa fjalë dhe tregum se Ibn Abbasi ishte për njerëz që ishte interesuar për dije. Ai shkonte te hoxhallarët për të tubuar, për të hoxhallarë për flas sahabit, shokët e pejgamberit që ishin më të mëdhaj se ai. Shkonte për të tubuar dije. Nuk u nis nga ajo pse pejgamberi ka bërë dua për ton dhe pastaj me lan anash kërkimin e dijes. Po e përmendi veç një rast për dijen dhe larg pamësien e Ibn Abbasit, këtij transmetuesi, po e bi veç edhe një rast që ka sjell Imam Buhariu në koleksionin e tij. Tregon Ibn Abbasi dhe thot: "Unë isha i vogël dhe Omar ibn al-Khattabi ishte imam, normal për të mëdhajve. Dhe Omeri radiallahu anhu më merr këtha mua", tregon Ibn Abbasi. "Omeri më merr te mu në naja. Në ku kisha naja të mëdhaja, me hoxhallar të mëdhaj, me dietar të mëdhaj, me sahabi të mëdhaj, të cilët ishin edhe njerëz që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Unë isha i çon i vogël, ndërsa ato ishin burra të mëdhaj. E një ditë për ditëve, i thanë Omerit radiallahu anhu: "Omer", thanë, "e pse po e merr këtë qunin me veti gjithë? Ose shumë herë po e merr me veti këtë qunin. Edhe na kena quna, edhe na kena fëmijë, po s'pi marr me fëmijët e tunë. Pse ti pe merr Ibn Abbasin, pse s'ishte djali Omerit? Pse ta po e merr?"
ashtu tha është. Por deshti me i tregu Omerit radiallahu se sa i ditur është Ibn Abbasi për këta dhe e marë. Sa larg pams është për këta dhe e marë. Sa që një dit për dit me këta burra të naj, i tha Omerit: o ju shuk, qka jam rëmenja, si e kuptani këtë surë në Kur'an, idha jaa nasrullahi wal fath, kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi. Idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Edhe shehti njerëzit që hynë në fe grupacione, grupe, deri në fund. Si e kuptani këtë? Fastaghfir li dhanbik. Edhe Allahu ju drejtu që ti kërko falje tek Allahu sana. Ata shok njëri heshtke, disa prej aty në heshtin, nuk dhoshin përgjigje. Disa thanë që mendojmë se këto pejgamberi, Allahu azza wa jalla, ju drejtu pejgamberi se çlirimi i Mekës u bë, tash ti ki me po njerë që kanë me hynë fe grupe, pra falendereje Zotin për këtë mira dhe kërko falje për Allahut. Edhe dhoshin mendime, disa dhoshin kështu, disa mandësh, disa heshin krejt, ndërsa Omer radiallahu anhu i tha Ibn Abbasit: o Ibn Abbas, ti që shë kuptan, apo e kuptan edhe këtu ajete edhe ti njëjtë si kur këta shokët e me, idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apo e kuptan edhe ti kështu njëjtë i tha? Ibn Abbas tha, unë i thash, jo s'pe kuptoj që kështu njëjtë. E po si pe kuptan? Tha, unë po e kuptoj me këtë sure, se Allahu ju drejtu pejgamberët e sërom: o i dërguar i Allahut, çlirimi i Mekës ndodhi. Fethi, çlirimi i Mekës ndodhi. Dhe njerëzit do të hynë në fe tufa, grupe. Por kjo çlirimi i Mekës, tha Ibn Abbasi, pe i tregon Omerit dhe njerëzit që ishin në prani, kjo çlirimi i Mekës do të thotë që Allahu ja bëri me shenjë pejgamberit që edhe e gjeli tu ka afru. Edhe koha për të dalë për kësaj bote tu ka afru. Kjo ta kuptoj për këti ajeti. Tha Ibn Abbasi. E Omeri tha, edhe unë kështu tha, nuk ka mendim tjetër. E pasaj e ponën ata rrethi, sahabit mëdhaj, që ishin ashabul Bedri, thujnë, ata që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, e që njihen sahabit më të mirë, edhe ata që rishin na për të bëjmë me Omerin, edhe rejtën saktësinë dhe larg pamësinë dhe dijen e Ibn Abbasit. Normal për të folur për Ibn Abbasin, për një njeri si ky, ka shumë dijen e tij, nivelin e dijes, shpërndarjen e dijes, ka shumë për të folur për to. Por normal me kaq për këto në ulmi, na herë veç kur ti vjerani me fol veç për sahabit, tani e diçka tjetër. Por penismi me hadithet, mushmi pak bile edhe për hadithe se ka shumë vëllai. Kjo hadith një hadith ka shumë për të folur. Në fillim çu ju drejtu, ihfadillah yahfazka. Ruaje Allahun, ai të ruan ty, i tha pejgamberi Ibn Abbasit. Çka kishte për qëllim ruaje Allahun, ai të ruan ty? E kishte për qëllim pejgamberi alayhis salam ti ruaje Allahun, ruaja dispozitat e Zotit. Kry obligimet e Allahut. Largohu prej ndalesave të Allahut. Nëse Allahu, edhe bili kjo bëhet krahasim me fjalën kur i tha pejgamberi ruaje. Është njëjtë me fjala ihfaz, që ka thonë Zoti në Kur'an, hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Ruani. Pejgamberi shka tha Ibn Abbasit, ruaje Allahun. Ndërsa Allahu në Kur'an tha ruani namazin dhe namazin e mesëm. Alaykum selam. Pra u përmend e njëjta shprehje. Që do të thotë edhe këtu në ajet Allahu tha ruane, pra kryeni namazin, falni namazin, edhe të kujdesshëm në veçanti për namazin e mesëm, është për qëllim namazin e kindis. E qartë, kështu pra edhe pejgamberi ju tha ruaj Allahun, e pat për qëllim ruaj dispozitat, çoj në vend urdhrat e Allahut azza wa jall dhe largohu prej ndalesave. Ruaje këtu përveç me i thonë qoj në vend, urdhëresat, qoj në vend namazin se Allah të ka thonë me fol t'i fale, agjera se Allah të ka thonë me agjeru, ti dush me agjeru, shkon në haqë se Allah të ka thonë me shku në haqë, jepe zekatin,
edhe tjera. Ndërsa kjo kuptohet edhe me një edhe onën tjetër, ruju prej ndalesave. Nalu. Ndalesa ka njeriu si me zemrën e tij, ka që shkel ndalesa. Për shembull xhelozin. Kjo është që kërkohet për neve mund ndalu prej kësaj, e kjo është pjesë e zemrës. Ose njeriu nuk e ruan shikimin e tij. Hen këtë hadith, ruaje Allahun, por ruaje veten ndaj ndalesave të Allahut edhe me shikimin tënd. Ruaje dorën tënde. Ruaje dorën tënde që të mos të preket, mos të vidhet, sena që s'janë tua dhe mos të preken sena që nuk të lejohet. Ruaje këmbën tënde, mos me shku në vendet që ruaje dëgjimin tënd, mos me ndëgju sena që janë të ndaluar për të ndëgjuar. Dhe ruaje prohin edhe zemra, edhe shikimi, edhe ndëgjimi, edhe durët e tua dhe këmbët e tua. Kerejt, këtu hinë këto kur pejgamberi foli me pak fjallë, por kuptimi është i gjërë. Kur i tha, ruaje Allahun. Kur i tha, ihfidhillaha yahfadhuka. Ti ruaje Allahun, e Allahu të ruan ty. E nëse dënë që Allahu më të ruaj ty, ti ruaje Allahun azza wa jall. Allahu të ruan. Na ka përmen Allahu në Kur'an, ku thot, له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Rubi ka melek, thot Ibn Abbas. Ka melek që e ruajnë atë prej para durave dhe pas. Për Allah azza wa jall edhe ai të ruan ty. Allahu të ruan. Sikur Allah azza wa jall ka kriju melek, si që thonë sahabët si Ali ibn Abbas dhe të tjerë. Ka thonë se Allahu ka kriju melek, një melek ankas me të nejtë gjithë ditën për para për me të rujt për para. Dhe të Ibn Abbasi, transmitim me për Aliut, që veç kur vjen urdhri i Zotit që lëshoja rrugën, ta lëshon. Për ndryshe, çka të vjen prej nga para, të ruan meleku, s'të godet ai send. Edhe nga pas, pra ka kriju dy melek që vazhdimisht përcjellin veç për me të rujt ty. Allahu, pjesa para që hadithi sa kuptuat tani, ihfadhillaha yahfadhuka. Ruaj Allahun, ai të ruan ty. Se Allah është duke të ruajtur ty. Ka kriju melek ankas për me të ruajtur ty. Një me të ruajt nga përpara, një nga pas. Por i ka kriju edhe dy melek me të ruajt, mos me t'i ruajt çdo vepër tënde, çdo fjalë tënde, çdo lëvizje tënde, mos me të shku bosh, mos me t'ik. Ta ruajn. E ke shënuar, ato e ruajnë, e shënojnë në librat e tyre. Një ka bon në të gjatën, një në të majtën. Pra dhe Allahu ka bon për me t'i rujt, edhe me t'i shenu. Edhe qështët, kur t'i shenan, t'i run, në ditën e gjykimit t'i qetë. Rëk, qeshka ke bon. Ndërsa, kur e run Allahun, Allahu t'i ruan ty. Pastaj, nëse kthesh historisë, Ibrahimi a.s. e ruajti Allahun, po i ruajti dispozitat e Allahut. Kur ke nevoja, me rujt Allahu Ibrahimin a.s. se Ibrahimi a.s. e ruan të Allahun. E ruan të Allahun, e ruan të dispozitat, ndalesat dhe i kryin të urdhnesat. Kur ke puna me rujt, Allahu azza wa jall e bëri që Ibrahimi edhe pse i ri, në atë kohë kur veprej kështu, edhe pse i ri, ja thej putat e Allahu kur ti e ruan atë, e në zonën Ibrahimin edhe hedhen në zjarr. Ka mujtë Allahu pasi që e hedhen në zjarr, ose kur e përgatitën zjarrin. Allahu mi thonë qiellit lëshëshi edhe me shymat zjarr. Por Allahu ka desh mi ju tregu se sa fort e ruan robin kur ai e ruan Allahun. E çfarë bëri? Bëri që Allahu i tha zjarmit, o zjarr, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, bëhu i ftoft dhe shpëtues për Ibrahimin. Dhe ishte mi ju të regu Allahu në mënyrë matë qartë, se edhe zjarrin si zjarr i ndryshoi gjendjen në që Allah ka bo rregull që zjarri me djeg mi ndryshu një diçka që ka bo në kozmos si rregull, zjarri me djeg, atomës me djeg. Pse? Se e rujti Allahun. Allah azza wa jalla e rujti Ibrahimin a.s. E rujti Ibrahimin. E rujti Musa a.s. E ndryshoi rregullin, so që e bëri krejt uji me përfshi tokën krejt. Për kështu tha, për ti e ruan Allahun, Allahu pastaj të ruan
të ruan ty. Kjo ishte për konkluza e kësaj, edhe pastaj vazhdon hadithi, wa idha sa'alta fas'alillah. E kur të kërkosh prej dikujt diçka, kërko prej Allahut. Kur të lëpsh dikujt diçka, lëpi Allahut. E kur të kërkosh ndihmë, kërkon ndihmë prej Allahut. Prej Allahut. Bele, një ditë për ditë i tha Tawusi, Ata ibn Abi Rabahit, këta të dytë janë tabi'in. I tha Tawusi ati, Atait. I tha, po të tham diçka, po të mësej tha diçka. Tha, kur të ki nevoj diçka, mos ju drejta fart atyre që ti po shkove mi kërku ata ta mbyllin derën. Po shkove mi kërku ata ti qesin perdet. I tha Tawusi, Atait. Mirë po tha, këta në dy tabin. Mirë po tha ti kërkaj ati që dyrt i ka qelur derin kiamet. Pra kërkaj Allahut. Kërkaj ati që dyrt i ka qelur derin kiamet. Dhe kërkaj Allahut i cili të ka urdhëru me i kërku ati dhe të ka premtu se ka më të përgjigj. Të ka urdhëru ati mi kërku dhe të ka premtu se ka më të përgjigj. Për këta edhe transmitohet prej Ahmed ibn Hanbal, një prej dietarëve të mëdhenj të Ehli Sunetit, tha, një ditë për ditë dhe bën këtë dua, Imam Ahmedi, një ditë për ditë dhe bën të dua, dhe në dua thekë, o Zoti i madh, ati i kërkante, se pejgamberi na mësoi kur të kërkoni prej Zotit. Edhe ju drejtu, o Zoti i madh, ti që ma ke ndalur fytyrën time, mos me i bën sejdë idhujve, por me të bën sejdë veç ty. Ty o Zot kërkoj që të ndalsh, edhe të mos më bash prej atyre që unë kërkoj prej tjerëve, por të kërkoj kur unë kam nevojë vetëm prej teje. Kështu bante dua Imam Ahmedi. Por kur kërkohet tha pejgamberi, kërka prej Allahut. Dhe nuk janë disa gjëra që nuk lejohet, edhe fetaris lejohet, më tani më shkoj më thellë, sa që me bo me kërku prej dikujt tjetër ka lënë në shirk, ka lënë në idhujtari, ka lënë në shoqërim Zotit, Allahut Azza wa Jall. Nëse njoni prej njerëzve i kërkon pejgamberi, tha, kur të kërkosh, kërko prej Allahut. Me bo ndonjoni me i kërku një dikujt tjetër diçka që atë send s'mundet me kry përveç Allahut, personi i tillë ka dolur prej fesë dhe ka bo shirk, ka bo idhujtari, shirk, ka dolur prej fesë. Nëse njoni kërkon dikujt tjetër, shkon të njëri dhe prej ti i lutet edhe po qëre, ako mundësi ti më masjel mua një mu mas gjatë jetën, ose ako mundësi ti mu të sirbazi për shembull, masjel fëmin, edhe të ngjashme. Pastaj dietarët në thonë janë dhe kushte. Por me kërku dikujt tjetër në ato që ka mundet me ta bon, lejohet. Nëse kërkan masjel dhe ujë. Ako mundësi masjel dhe ujë, me butësi, lejohet. Kanë thonë dietarët, me kërku dikujt tjetër është e pranuar me kusht. Cilat janë ato? Me kon ati që po i kërkan hayyun, hadirun, qadirun, yasma, me kon gjallë, ati që ti dikujt tjetër i kërkan me kon gjallë. Nëse njoni shkon të vorri dikujt edhe i kërkan, a ka bre mundësi më mësjell pasuri, ose ka bo shirk, se ai nuk është i gjallë. Tha, rregulli thot, me kon hayyun, hadirun, me kon prezent, ati që ti i kërkan. Jo ti nëse babën e kin Zvicër, nëse babën e kin Zvicër dhe ti piktuit, o bob, kështë besjemi diçka, pa telefon, pa kur gjohish direkt. Kjo është shirk se ke kërku për dikujt që ka së mundet më bon dhe s'është prezent. Hayyun hadirun qadirun, edhe me kon i fuqishëm të sjell atë që ti po e kërkon, edhe hayyun hadirun qadirun yasma, edhe me të ndëgju. Përndryshe, nëse i lutesh të një murit, ky s'ndëgjon ty, edhe i lutesh ako mundësi më sjell më bon, atë kjo ka lënë shirk të madh. Që kjo pjesë e këtij hadithi vërtet dën ligjëratat shumëta, po ndeshta veç me përmbledh hadithin i tru, për me kalu për i hadithit të 19, e herën e ashme, inshallah, me kalu në hadithin e 20. Lusmi Allah të na fort, në mshirën, lusmi Allah në zëvëgjën gjenet me pejgamberet të në takën, walhamdulillahi rabbil alamin.